Rezar, duke vijuar me logjikën e Manushit. Të jep një ndjesi Tirana sikur e meritoi këtë fitore dhe ka luajtur e vetme dhe gjithashtu do edhe një koment nga ana teknike për derbin. Si shiko, fitoren e meritoi sigurisht, por flas për derbin, unë e kam përjetuar këtë derbi me tension të madh edhe me një gëzim të pamat në fund. Edhe kur kam luajtur vetë, nuk e kam përjetuar kështu. Pse ne shikoj? Sepse e dija shumë mirë që kjo ishte jeta vdekje për Tiranën. Nëse Tirana nuk fitonte, dilte nga kategoria. Edhe prapë edhe me këtë fitore është e rrezikuar goxha. Nuk diskutohet. Po është në lojë. Sepse është në lojë, por ju e thatë shumë mirë, nuk ka është jetime, nuk ka pakt. Nuk ka ndonjë Skënderbej që t'ia lej Dinamos për kupë edhe Dinamo t'ia lej Skënderbeut për kampionat. As në këto biznese nuk hyet gjora. Nuk ka hiç. Nuk ka sot se edhe kjo fitoria me Elbasanit në Rogozhin ka i farë kërcitje për mua, domethënë. Nuk është Elbasani ekip që mund të Rogozhin, është goxha e vështirë. Kështu që në fund fillojnë këto planet me lapse me letër, i bëjnë, fillojnë edhe i kalkulojnë, ato që janë miq me njëri tjetrin fillojnë dhe i bëjnë ulen kokë thonë ma le këtu ta le atje dhe ta rregullojmë këtë punë. Tirana s'është te kjo. Edhe është domethënë është e rrezikuar nga kjo pjesë. Po nuk ishte zonja fushën e lojës, do ta ketë shumë vështirë. Dhe për mua ka ndeshje goxha të vështira, nuk ka mbaruar asgjë. Derbi për mua sot ishte një lojë pavarësisht golave, por nuk mu duk në Tiranë që ishte shumë herë më lart se Partizani. Mua më pëlqyen golat. Ishte Partizani, ishte fare. Ishte rezultati më pëlqeu, por golat Tirana vertikalizoi, pati ca elementi interesant, më pëlqeu Tirana për por golat erdhën ishin sporadike. Rastet ishin sporadike. Para një ekip amator. Se tu amator? Të thuaj. 3 gola e falë. Partizani sot, ë? Po, siç nga siç ja ka falur. Nga këtej Partizanin e kam pa më ndeshja më e dobët që Partizanit në këtë. Partizanit. O Manush, unë e shoh e pash kështu, më fal Ledio. Domethënë ato gabime që ka bërë Tirana ndaj skuadrave të tjera, që ja ka falur rezultatin me episode, për shembull ndeshja me Elbasanin, për mua ato 2 golat që shton Elbasani atje ishin ishin aksione pa pikë rrezikshmërie. Siç u di, u futën të 2 golat ato golat më rrjet, me merit Elbasanit dhe për gabimin e Tiranës. Do të thënë Tirana ka bërë gabime pafund këtë vit. Nuk diskutohet me, jo. Kupton? Dhe un pash që ato gabime që ka bërë Tirana më përpara ndaj skuadrave të tjera, i bëri Partizani sot ndaj Tiranës. Prandaj nuk e quaj në ndodhi shumë të madhe. Duhet të jetë shumë e kujdesshme. Kupton. Nuk ka skuadra e tjera që do përballet, si Skënderbeu. Nuk ka atë uri që ka dhe Tirana për pikë. Ka uri për shkuar rezultati. Jo, Klevidur ka fundi keq kampionati. Se Teuta javës tjetër, Laçi nuk e pranon atë gjendje. Vylisi nuk duhet të flenë Ndafina, nuk duhet të flenë ata Ndafina se gjë s'ka mbaruar. Kupton? Bilas kjo ndeshje është më e vështirë se sa kjo tjetra, sepse sot ishte një, megjithëse nuk unë jam shumë dakord që domethënë ishte derbi më shumë tifoz, kupton? Për mua tifozët ishin pakët. Por ishin një ndihmës për Tiranën. Thash sa ishin, jo shumë. Dhe më e bukur është që unë e kam shprehur këtë pjesë edhe më përpara, thash e kam deklaruar në studio televizive. Ore këta Tiranës, klubi Tiranës. Nuk kaq i paqartë është, kaq budalli, kaq patruja ata, por bëre ndeshën derbi, ftoi njerëz të tjerë, bëje falasër. Çoja tifo grupeve tuaja biletat. Edhe i ftoi ata në stadium. Falas jo po mbush lart më Dabi, mbush e lart. Ore falas, për çfarë duhet? Për çfarë? Çfarë kuptim, janë botë Tirana, tifozët e Tiranës për t'i fal? Jo. Ti adhurosh atyre ti adhurosh biletat. Do një politik ku diun, ekipi zinxhir Tiranës. Fulli çaj janë gjithë akademitë mbushur, nuk e di. Nuk kanë qenë, gjithë akademia ka qenë sot në stadium. Prit. Ti mos kesh 9000. Fudi gratë pa bileta sot. Mos kesh 9000 veta në stadium, po të kesh 15000 tut. Po disht, kjo punë nuk bëhet një ditë para ndeshjes. Kjo punë bëhet gjatë gjithë javës. Që ta ngrefësh ti. Ajo gol ti duhet të kujdesshme me këto fakt. Ti të duheshin këto 3 pikë. I kishe jetike, më jetike se Partizani. Paktën bëj këtë që ke dorë, ftoi njerëz në stadium. Ore e kam thënë edhe herë tjetër në televizione. Ore ftoi ish lojtarët e Tiranës, merrin telefon, ftoi i dhuroi. Ja Tirana, ja Glendina na gjithë këto foto interesante. I thua që hajde shfaqju stadium, shikoni, na ndihmoni. Me familjar, me rini, diell e bukur. Kjo që thot Dabi është e ngjashme me atë që do bëj Arsenali. Edhe ata e kishin qitë një slogan, hajde ta luajmë bashkë ndeshjen. Edhe do bënin revolucion me publikun. Lloj formash, lloj gjërash, domethënë që t'i bënin ata sa më të motivuar që të mbështesin ekipin në ditën më të madhe historike.
Dhe kishë menduar forma që si kishë bërë kur në Champions League. Davi thot, momentin e vështirë kishte Tirana, këtë duhet bëj. Le ta hapte stadiumin. E bëjnë në çdo ndeshje më Gzim. Nuk e bëjnë në ndeshje të rëndësishme. Në çdo ndeshje, klubet janë klube, po tash po të bën dot çdo ndeshje, sepse ata mezi të hapin derën e arenës. Jo. Manushi tha është bukur kur luhet atje. Është bukur po, siç janë. Po të vërtetë te njerëzit po them te Maskaralliku. Luhet derbi, është bukur për ta parë, shumë më bukur se ndeshjet e tjera, por ama diti ku shiten biletat e derbit, shitëm në një cep anë nga stadiumi Selman Sërmasi. Kur ka koncerte, ka dhe aty më Gzim. Kur ka koncerte, shiten atje në disa ish lojtarë që disponibël të gjithë ka dhe aty para sa. Ja 200-300 maksimumi. Që ti ke disponibil që mund vi ta shohë ndeshjen. Pra, ti kesh ata atje 200 veta, e 300 veta, sa ajtë vimë se të tjetë edhe... Po mirë mund të vinë me familjen. Okej, cilë familjen njerëzit. Po pak tek loja sepse Legio në llogarinë e bileta që do shesesh. Po jore kur e ke falas unë do marr 2 shok me vetë 3, kupton? Nuk Nuk jam më 200. Përballë me një skuadër amatore.